Ai ishte nacionalist e antikomunist i përbetuar, të cilin shumë nga ata që e kishte ndihmuar më vonë e atakonin me fjalë, shpifje dhe përbuzje se prenka nuk ja vdonte Jugosllavinë as titon e tyre. Në mesin e malsorëve emigrant kishte mjaft adhëtar që i bashkangjitën prenkës dhe nacionalistëve të tjerë nga gjithë trojet shqiptare, por kishte edhe agent jugoslav që tentonin të kontrollonin komunitetin përmes institucioneve fetare dhe organizatave e klube sportive, që këta pro-komunisti drejtonin. Është një thënie e popullit tonë se armiku më i madh i shqiptarit është shqiptari. Armiqësia këtu në Michigan ishte tepër prevalente, sidomos në vitet të 80-ta kur kishte plasur konflikti shqiptar-serb në Kosovë. Gjatë kësaj kohe, malsorët patriot pushtuan sheshet e qendrave amerikane në mbështetje të rinisë kosovare, kurse ana tjetër priste e përcjellte agentët e Jugosllavisë titiste. Shumë patriot të sotëm atëherë çonin ujë në mullirin jugoslav. Paraqiten sot si pro-UÇK, por ishin kundër saj në zanafillën e saj. Flasin me fjalë të mëdha kombëtare sot, por atëherë se përdonin flamurin shqiptar në evenamentet e tyre. Ishin të tjerë që në Jugosllavi ishin profet të marksizëm-leninizmit, apo punonin për sigurimin jugoslav e këtu duan të pushtojnë çdo skenë e të dominojnë çdo gjë shqiptare. Por kjo ishte edhe në Shqipëri. Shumë vite më parë, një afërim nga kastrati malësisë së madhe rrëfente me emër mbi emër. Ata njerëz të parët që morën kazmat për të rënuar kishat në vitin 1967, të njëjtit ishin ndër të parët që hynë në kisha kur komunizmi po jepte frymën e fundit. Kjo tregon se disa njerëz nuk kanë as turp, as fytyrë, por duan të jenë çdo kund e mendojnë se dielli nuk lind pa ta. Ka fundi i librit në fjalë Tonin Mirakaj përjeton ramjen e komunizmit, zhdukjen e telave me gjemba, që 45 vite mbanin të ndarë familje shqiptare, shokët, fisët dhe kombin në përgjithësi. Zhduket një breng, por lind një tjetër, se Shqipëria atëvi çdo shqiptare ishte në mjerim ekstrem, ishte e raskapitur, e varfër, e shfrytzuar, e dërmuar nga vitet e gjata të diktaturës dhe izolimit total. Ekstremi komunist në Shqipëri kishte prodhuar ekstreme të reja, kishte lënë pasoja të thella në shpirtin dhe mendjen e shumë shqiptarëve. Arqipeshkri i nderuar i Mirditës, Gjergj Meta, në një rrëfim para disa vitesh fliste për traumat komuniste, me të cilat jetonin jo vetëm gjenerata e kohës së diktaturës, por edhe gjenerata post-komuniste, të cilat trauma ja u kishin kaluar prindrit e tyre. Fati ynë është se koha është në krahun tonë. Kohrat kanë ndryshuar. Shqipëria e shqiptarët kudo kanë aleat dhe zhvillim si kur më parë. Kosova është e lirë, lidhja jonë me perëndimin e ka vënë kombin shqiptar në binarët e prosperitetit dhe afluencës, megjithëse të ngadalshme, por të sigurta. Por asesi nuk duhet të harrojmë të kaluarën, se nëse ajo harrohet, shumë lehtë mund të përsëritet. Rusia me alatët e saj slav aty janë, dhe çdo ditë bëhen e më të fortë. Këtu është edhe vlera esenciale e librit të Dr. Pashko Camaj, duke mos i lanë gjeneratat e reja të harrojnë krimet e komunizmit në të dy anët e telit me gjemba. Këtu prap ka shumë hapësirë për të shkruar e për të bërë që një gjë e tillë mos i ndodhë kurrë kombit shqiptar. Në konkluzion, dëshiroj t'ju uroj shumë suksese në vazhdim në misionin e tij këshej Dr. Pashko Camaj. Uroj që veprat e tij të jenë edhe më të shpeshta në fazën e jetës vitet e ardha, apo siç e quajmë golden years që po afrohen. Faleminderit. Gjatë momentit që po lexoja librin, nuk e dija të thoja cila ishte pjesa ime preferuar, fragmenti preferuar apo më i bukur apo më i goditur. Por di të them këtë që është paradoksale që ne jemi në sallën e një kishe këtu sot dhe flasim për një periudhë ku të ndaloj të besoja në Zot. Dhe një nga momentet kyçe të gjithë veprës është letra, që ka qenë dhe një nga detajet reale të gjithë kësaj historie. Do doja të ndaja me ju
për ta bërë edhe për t'ju afruar pak më tepër edhe në këtë vepër letrare. I dashur Toni, nëse kjo letër ka arritur te ti, do të thotë se Zoti më ka falur një dëshirë të fundit. Nëse ende mbas syt mbi Shqipërinë, nuk e di nëse ke menduar se un kam vdekur, ndoshta kjo do të kishte qenë më e lehtë. Letra jote që e mora vetëm para disa muajsh, më dha shpresë të re se do të shoh përsëri. Më shtoi vite në jetë. Nuk di nga ta filloj. Kam menduar për këtë letër mijëra herë, ndërsa thyeja gur, kollitesha me gjak dhe dëgjoja burra që u lërinin në errësirë, shkruaja dhe rishkruaja dhe edhe në mendje. Por edhe tani, fjalët më duken tepër të vogla. Dua ta dish se nuk të kam fajsuar kur. Apo të paktën, nuk duhet të kisha fajsuar kur. Disa ditë pas largimit tënd më nxorën nga malet. Hysa duhet të na ketë parë bashkë. Ti ndoshta as nuk e dije, e goditën babai. Ja shqyen flokët nënës. Të dy vdishën në dhimbje. Unë nuk thash asgjë, as kur më thyen kishtat dhe kockat. Në ato orë të gjata dhimbjeje, kur më rihnin edhe më mallkonin, nga mendja më humbiste, të urreva. Të urreva për atë natë që ishe me mua dhe të fajsova. Por e vërteta është se ureja veten që mbajta ato ndjesi në zemër. Edhe në dhimbjen më të paimagjinueshme, si mund të fajsoj aty. Zoti të dha një jetë për të qenë i lirë dhe ti u nise. Për këtë arsye lash Zotin të udhëhiqte jashtë këtij vendi të mallkuar. Më fal sepse kam mëkatuar. Kur ato mendime më përndishnin dhe të fajsoja, i mallkoja vetë, sepse nuk të fajsova ty. Por fatin tim dhe mallkimin e këtij vendi në këtë regjin të tmerrshëm, që unë mbeta pas. Dhe fati nuk deshi të vrapoja bashkë me ty. Kjo është ajo që kam fajsuar atëherë dhe fajsoj edhe sot, të paktën në ato çaste kur jam në paqe me veten dhe mendja më pushtohet nga dhimbja. Nuk të fajsoj. Edhe gëzohem që shpëtova. Ti kush duhet ta bënte? Ti bëre zgjedhjen më të mirë që kishe. E mbrojtje familjen tënde, ju dhe jetë arsye. Gjatë gjithë kësaj kohe kam menduar për ty dhe pata mjaft kohë për ta bërë. 28 vjet njeri. Jo sepse ti u aratisa, po sepse më kujtoje se ekzistonte një botë jashtë kafazit edhe telave me gjëmba. Një botë me ajër, me lumej, me dritë. Tani më kanë lënë të lirë, por nuk kam vetur shumë prej meje për të lënë. Vendi ku jetoj nuk është ai që mbaj me vete, që mbaj mend nga ditët tona. Të gjithë ata që kam dashur janë ose të vdekur, ose të humbur. Por unë jetova sa të shkruaj këtë. Ti ishe vllai im, Tonin. Dhe nëse po e lexon këtë letër më kujton, atëherë nuk pas ka qenë kot. Më kujtohet ajo natë kur më vure kryqin në dorë. E gjeta mënyrën për ta mbajtur me vete gjithë këto vite, edhe në qeli, edhe në tokë, aty ku s'kishte as Zot as kohë. E kam ende. 35 vjetë mbajta të fshehur në qepjen e paltos time. Nuk të thash kur jam të mirë. Prandaj, të lutem eja dhe më takon në fshatin ton, në Iball. Atje ku ishim dje, e pastaj u bëm burra. Jam kthyer në shtëpinë e babait. Gjërat nuk janë më si dikur pa ty. Edhe nëse gjithçka duket e thyer, mund të vish edhe ta bësh mirë. Jam rinjohës që ende di si duket qielli. Marku, vllai yt për jetë. Emocionuar. Faleminderit për sa më për të emociona. Fjalët tuaja, shkrimi juaj, edhe mjeshtëria juaj. Faleminderit. Unë kam akoma emocione ndjesë. Kam kënaqësinë të jap tani fjalën doktor Xhek Xhelaj. Mirë dita edhe mirë se u takuame. Përshëndes doktor Camen, vllahun tim të dashur, përshëndes të gjithë ligjeruesit me shumë nderime dhe konsiderata, përshëndes publikun, profesorët, shkrimtarë që gjenden të prezent,
po ju thot një gjatë të sinqerë, ditën e shtunë e kom pas një operacion në synë djathë, retina, dysfunction, doktori më ka këshilluar që mos me dalë jashtë, unë kom dalë jashtë barabar, you Albanians do the way you want, të më thënë fund fonit, that's what it is. Për të arsye kërkoj falje dhe ndihesh doktor Sons, bashkëshortja ime Rita do ta lexoj relatën time dhe shpresoj se do të mbetin të kënaqur. Falenderoj bashkëshortin tim që pati besimin që t'ja lexoj kanë vështrimin e tij psikologjik në romanin Brenga të autorit Dr. Pashko Camaj. Të nderuar dhe të dashur kolegë ligjërues, të nderuar vëllezër dhe motra të gjitha krahinave, i nderuari dhe i dashuri vëllai im, autori Dr. Pashko Camaj. E ndjej veten të lumtur, të kënaqur dhe veçanërisht i nderuar që më jepet mundësia që publikisht dhe me gjithë zemër ta përshëndes dhe ta uroj suksesin e jashtëzakonshëm. Kisha më thanë të talentit më të ri letrar, Pashko Rok Pjetër Zeku Camaj. Nipi i herojt malësisë malle, Pjetër Zekut, i cili mizorisht u përshkatua nga kasapi i malësisë, Bajo Stanković, vetëm se e donte popullin e tij dhe kombin shqiptar. Kush është ai shqiptar i ndershëm që nuk e përgëzon këtë autor të talentuar në arritjet e tija, si ato shkencore, tashme edhe këto letrare. Fort të nderuar, do të mundohem që të jem didaktik dhe real. Romani Brenga, në mendimin tim të përvujtur, është një rrëfim i sui generis. Ky fakt është i qartë dhe i padiskutueshëm. Protagonisti kryesor, sikurse të gjithë ju e keni lexuar romanin, e dini është real, ka jetuar dhe ende jeton në New York. Unë, sikurse autori, kam pas fat të takoj dhe të bisedoj me Tonin Mirakaj, një filiz nga një familje ma patriotike, besnike, mikpritse, ju vetëm ne i pa, po kisha me thanë në krejt malësi, në Shqipëri e Kosovë.